qoftë dy Jezu Krishti, gëzuar Pashket, e në zemën e festet e Pashke në bashkojnë për këte sakramente, si janë sakramente lidhur në mënyrë veçantë me Pashka e Zotit i vdekur i ngjallur, sepse çdo qenie njerëzore, çdo fëmijë, çdo person që as pagzuar në vdekjen e ngjalljen e Kristit, tu merr pjesë në frytin e shpëtimit që i na ka fliuar. Do me thanë se as sakramenti që na bashkon si gjymtyrët e trupit e Kristit e sakrament që shënon edhe hyrja në komunitet fetar krister katolik, duke bën antarët e kishës. Për të arsye, në ranën e parë na drejtojmë me shpirtin Zotit edhe me emocion, se është një moment shumë e bukur e shumë veçantë që do të kujtojmë patjetër në jetën tonë, në jetën tuaj familjare. Në ranën e parë bajnë shpalja të emnave. Të gjithë fëmijët që janë për pagëzim janë tu përpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Tani një me një prindëri që janë afër shpalni emri që keni zgjelur për këta fëmijë. Armora. Claudia. Arsela. Olivia. Dioni. E Noeli. Shumë mirë. Atëherë, me këte emër ju jeni shenuar në si antarët e kishës e as emri në të cilin jeni quajtur e le në sytë e Zotit. Per këta fëmijë që kemi pranuar sot në këte kishë, ne kërkojnë në ranën e parë se në përmjet pagëzimi në vjen lurata e fesë, duke kujtuar në mënyrë veçantë se lurata e fesë lindë spontaneisht, por është stimuluar nga jeta familjare. Do me thanë se gjirin e parë që lindë feja në fëmijë është transmetimi i fesë që bëhet në përmjet jetat e familjeve. Për të arsye, ju kërkoj ju, prindërt, lenuna, nëse jeni gati për me merë kjo detyrë me transmetimin e fesë të fëmijëve. Po. E dëgjojnë tani fjalën e Zotit. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Markut. Të qofti o Zot. Në atë kohë, Jezusi jasi një fëmijë që vinte ndore mbi ta, por nxënësit u andalonin. Jezusi kur i pa i ardhi keq dhe u tha: "Lini fëmijët e vite unë e mos i ndaloni, sepse atyre u përket mbretëria e hyjit. Per një men po ju them, kush nuk e pranon mbretërinë e hyjit, por si fëmia i vogël, nuk të hyjë në të." Atëherë mori fëmijën ngryk, lei bekoi, duke dhënë duart mbi ta. Fjala e Zotit. Ditë qofti o Krisht. Me këtë fjalë na kujton si Jezusi e ka pranuar të gjithë, të mëdhenj, por edhe të vegjël. E në këtë moment vazhdojnë veprën e Kristit duke përqafuar këta fëmijë në familjen e Zotit e duke kultivuar në të jeta, një jetë që ka lindur nga prindërit, por se tani në gjirin e kishë rilind në përmjet sakramentin e pagëzimit. Tani për çdo thirrje thojnë lutu për ne. Shenjë Maria, nana e kryet, lutu për ne. Shenjë Mikeli, lutu për ne. Shenjë Jozefi, Shenjë Pietri, Shenjë Pali, Shenjëtja Maria Madalen,
ati ton Shën Francesku, Shën Antoni Padoves, Shën Nikol, Shënta Nana Tereze Calcutes, i lumi Vincent Pranushi dhe shoket e ti martir, lutuni për ne. Të gjithë shenjtërit të shenjtëreshat e Zotit, lutuni për ne. Tani përgatitim fëmijë për rritin e parë, që është lyrja me vaj të katekumenve. E për të arsye, ata që janë mbyllur këtu, hapni pak këtu në qafë, sepse vajimi bahet pikërisht në gjok, është një vajim për forcimit për luftën kundër fuqia e keqe. O hyj gjipustet që një amshuar, ti e dërgove birin tanë në botë që ta ish dhe prej nesh pushtetin e djalit spirti të së keqes. Dhe njeriu ta kalonte nga errësira në mbretërinë e mrekullueshme të dritës sate. Po të lutemi me përvojtëri, çliroje këto foshnja në njolla e mekatit të rjelshëm. Bëje popullit e malërisate që shpirti shenjtë të ngullë në to banesën e vetë në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ju forcot fuqia e Krishti shpëtimtar që jeton në mbretëron në shekujt e shekujt. I tani, vlezër e motra, tu para alterit e Zotit, e para kjo shenjë e pashkës e Kristi ngjallur, qiri pashkëve simbolizon drita e Kristi që spendahet në botë, në errësirën e botës, bajnë dëshminë e fesë e ofrojnë zërin tonë fëmijëve më të vegjël që akoma nuk dinë me përgjigj, por është feja, pikërisht ne dëshirojmë me transmetuar foshnjave tonë. Për 3 herë mohojnë rrugën e mekatit, e thojnë pije, po i bie mohit. A i bini mohit djallit, po i bie mohit. Le mbar veprave të ti, po i bie mohit. Le krejt mashtësisë e ti. E tani, duke pranuar fejen e Kristit, thojnë po besoj. A besoni në ky hatin e gjipustetshëm krijuesin e qiellit e tokës? Po, besoj. A besoni në Jezu Krishtin e të vetmin birin e tij Zotin ton, të lindur prej Marisë Virgjër, që psoi dhe që varrosur, u ngjall e qëndron në të djastën e atit? A besoni në Shpirtin Shenjtë, Kishën Shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit, lejetën e pasosur? Kjo është feja jonë, kjo është feja e kishës. Është ndër për ne të dëshmojnë në Jezu Krishtin Zotin tonë. Amen. E tani bajnë përgatitja përfunditare për këtë pazim që është afrimi një me një në këtë ujë që ka qenë pagzuar në nata, që ka qenë bekuar në nata e Pashkëve, do të thonë se është gati mas nata e lutjes që kemi bërë në natën e Pashkëve për me pranuar pagëzimi të fëmijëve. A doni pra që këta fëmijë të marrë pagëzimi në fenë e kishës, të cilin tani të gjithë së bashku e dëshmuan? Po, dua. Mirë, atëherë fillojmë me voglushën. Këtu përpara, ecco.
Atëherë, nuk as moment për fotografim, jemi akoma në rritin e pagëzimit, qetësoni, ulluni, qetë. Nuk kemi kry akoma, as momentin e të cilit tani vazhdojnë me rritet që shoqërojnë sakramentin e pagëzimit, që vajimi me krizmën e shenjtë, sepse ta fëmijë janë shuguruar në shërbimin e Zotit, si fëmijë që kanë dignitetin meshtarak përpara Zotit, mbretëror dhe profetik, si është fryti i pagëzimit. Riti i dytë do të jetë dorëzimi e një pekë të bardhë, simbolike, e në momentin e tretë, nunat, babajtë janë ftuar me ndezë qiri, një qiri vogël nga qiri i madh pasvore, për me shënuar si transmetoke feja nga familja, nga prindërit në fëmijët. Hyj gjipustetshëm ati i Zotit ton Jezu Krishti, ju ririndi nga ujë nga Shpirti i Shenjtë, leju la faljen e të gjitha mëkateve, duke u bashkuar me popullin e tij. Ai vetë ju shuguron me krizmën e shpëtimit, që për të rirën e Krishtin, prift, profet e mbret, të jeni gjithmonë gjymtyrë të trupit e tij për jetën e pasosur. Amen. Ju foshnja jeni bërë krijesër e re, jeni veshur me Krishtin. Kjo veshje e bardhë qoftë për ju shenja digniteti. Të ndihmuar nga mesimi dhe shembujt e afërmit tuaj, qofshin të papërlyer në jetën e pasosur. Amen. Forse questo è Maria si sciau. Passato di Batman. Il microfono. Tani afroheni babait të fëmijëve. Sta qua. Vengono loro da te. Jo, vëvën babi, fëmijë për të tjerë. Mirë. Shkoni sipër, ndezeni atje sipër. Sot të shkalla.
Ndezë, atje. Shkoj të fëmi. Uno. Uno. No, fai tu. Ecco. Bravo. Uno. Po. Merrni dritën e Kristi, juve o prindër e nuna, ju besoke kjo dritë ta mbani gjithmonë të ndezur, që fëmijët tuaj të nxdritur prej Krishtit të jetojnë gjithmonë si bi dritës, sepse duke qëndruar në fe, të mund të shkojnë në takim Zotit që po vjen, me të gjithë shenjtërit në mbretërinë e qejve. E tani, vëllezër e motra, kurozojnë rritje pagëzimi, duke recituar për herën e parë se bashku me fëmijën tanë si so pagëzuar, lutja që veten Kristi na ka mësuar, e që veten ata që janë pagëzuar në Kristi e kanë drejt për me ndalësuar qiellit. Ati hymë, që je në qiell, ushen troft emri yt, arë mbretëria jote, u bavull në sa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukem ton të përditshme na jep sot, na I fal faje tona, si I falin ne fajtore tan, e mos ta lër të bien e tundin, por na liron nga I keqi. Amen. E tani, vëllezër e motra të dashur, po ju porosisim me shire se hirit e hyjt e gjipustetshëm të një lindur I birit e tij, dhe të Shpirti Shenjtë. Ai e ruajt jetën tuaj që të esni në dritën e fesë, dhe të fitoni bashkë me ne të mirat e premtuara. Zoti qoftë me ju. Dhe ju bekoftë ty I gjipustetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. E shkoni në pace, alleluja, alleluja. Falenderojnë Ky, alleluja, alleluja. Gëzimet e urimet juve fëmijët tuaj, Zoti ju ndihmoft.